Në këtë material, do të zbulojmë shenjat më të frikshme të horoskopit. Dashi, një dash nuk e ka pyetur kur veten, a i vendos të tjetën një pozitë të vështirë kjo sjellja ime, si shenjë zjarri në ndikimin e planetit Mars, impulsiviteti është emriti i mesëm me gjithçka që përfshin, edhe nëse ju bën të dridhura. Për shembull, në një dalje publike edhe nëse miqtë e tij janë disi të rezervuar, është ai që do t'i inkurajojë ata të lirohen, të kërcejnë në lokal ose të ngarkojnë një selfie në Instagram për të cilën do të pendohen të nesërmen. Ai është gjithashtu personi që do të sjellë çështje të vështira në diskutim, në disa raste duke thyer tabu, në të tjera thjesht duke sjellë siklet tek ata që e rrethojnë. Binjakët, kur zgjohet në mëngjes ai ka një mision, të jetë sa më i denj. Ai e kupton thellësisht se jeta është shumë e shkurtër për të shqetësuar dhe për të dukur budallau ose i çmendur, kështu që ai nuk ka mendime të tilla të dyta. Si një shenjë ajri dhe e sunduar, ai është i të mbushur me energji dhe ide që dëshiron t'i zbatojë të gjitha, edhe nëse kjo e vë të tjerët në një pozicion të vështirë. Ai gjithashtu mund të kalojë nga një projekt në tjetrin pa e përfunduar atë të mëparshmin, thjesht sepse ka humbur interesin për të. Është gjithashtu një shenjë që është veçanërisht të interesuar për trendet e modës dhe nuk heziton t'i provojë ato, ndonjëherë me rezultate të diskutueshme. Ujori, ai nuk ka frikë dhe fat kësaj bota është një vend më i mirë. Në ndikimin e uranit jo konvencional, ai është i mbushur me ide revolucionare, plane të mëdha për të ardhmen dhe një perspektivë unike për botën. Nëse ai e mbante energjinë e tij, idetë e tij nuk do të bëheshin kurrë realitet, dhe kjo do të ishte një humbje e vërtetë për njerëzimin. Guximi i tij natyrisht ndonjëherë ndryshon historinë, por herë të tjera mund t'i bëjë ata që e rrethojnë të mbulojnë syt, pamundur të shohin spektaklin që ata e konsiderojnë të turpshëm. Megjithatë, nuk ka rëndësi, sepse në fund shenja e një ujori që kalon nëpër planet është pozitive.